Kryeministri Edi Rama ka rrëfyer në një intervistë se si arti dhe vizatimi janë pjesë e rëndësishme e përditshmërisë së tij dhe ndihmojnë të ruajë ekuilibrin gjatë punës së tij. Gjatë një bisede me Richard Atias, organizatori i forumit ndërkombëtar në Tiranë, Rama tha se gjatë takimeve shpesh vizaton, gjë që e ndihmon të përqendrohet dhe të qetësohet. Kur ka një temë me intensitet dhe nuk kam diçka që të vizatoj, bëhem nervoz shumë shpejt. E kundërta ndodh kur vizatoj, rrie pret të vi momenti yt për të vrarë dhe nuk i hidhesh çdo kujt, tha Rama. Ai shtoi se ky pasion i ka shërbyer edhe në fillimet e tij, kur ai ishte kryetar bashkie, ku me pak mjete nisi të lyejë ndërtesat me ngjyra, duke kaluar më pas në forma të tjera artistike. Në intervistë Rama komentoi edhe një studim në departamentin e psikologjisë në MIT, që vërtetonte se njerëzit që vizatojnë gjatë takimeve janë më të përqendruar dhe më pak të stresuar. Kur syri dhe dora merren me diçka tjetër, je automatikisht i përqendruar tek ajo për të cilën po flitet, shtoi ai. Kryeministri theksoi gjithashtu se përkundër thënies se na duan artistë që të qeverisin, ai mendon se nuk ka lidhje me profesionin por me personin. Mund të kesh një artist që është tmerr dhe një jurist që është fantastik për të qeverisur, përfundoi Rama.